Oj ti kuçk, apo del piqtuet, oj ti kuçk. Tani, më thejoni ju veç pak me që është në fjallar që 3 dekada. Se nuk du mu pajtu me mirin as një moment, po s'po du mu pajtu as me Ledionin. Nëse që 3 dekada që kanë fjallar e liuar për të përdorë në formën e lirë më tash. A do të duhej mu përdorë kjo drejt femnave? Ose do drejt mashkujve, ty desht mi konsideru, ty e dëmtu reputacionin e femnave. Dhe më thonë, imaginojni në cëllën do formë kur do t'ishte okej me përdorë fjallën kushk. Më thëni, më argumentoni kur do t'ishte okej, qysh nuk do t'dije një femër apo edhe një mashkull i ofenduar ty i thonë kushk. Bashkë jam shumë interesu me pa qysh argumentohet që kjo pjesë.